Këtu ndodhemi në Galerinë e Arteve Wilson Kilica të qytetit të Fierit, ku prej disa ditësh është çelur ekspozita me piktura, dualitet e piktorit Fatmir Tufina. Fatmir Tufina paraqet të dy rryma të pikturës në këtë ekspozit, që janë ekspresionizmi dhe surrealizmi. Të dyja këto rryma në vetvete bashkëkojnë me njëra tjetrën. Ekspozit janë munduar të paraqes dy tablo të ndryshme të teknikave të pikturimit. Janë dy tablo, dy skena të ndryshme të bardhëzisë dhe të ngjyrës, që mund të themi janë munduar që këto dy rryma, duke u nisur dhe nga titulli dualitet, që në një farë mënyrë është një kundërshti bardhëzia me ngjyrën, janë munduar të përshtas dhe mendoj se ja kanë arritur qëllimit që të krijojë një ekspozit harmonike në mes këtyre dy rrymave. Është e dukshme që kemi të bëjmë me një lloj surrealizmi në pjesën e tablove të cilat janë bardhëzi, dhe pjesa tjetër janë tipike të rrymës ekspresioniste, që ndoshta kështu më vlerësojnë dhe kritikët e artit. Kështu që janë munduar që këto dy rryma t'i bashkojnë me njëra tjetrën në këtë ekspozit modeste dhe në tablo që sigurisht janë në formate pak të mëdha, cilët më ndonë mundësinë që kompozimet të jenë me dinamikën e duhur, me formatin e duhur, me personazhe, me dramën që kanë brenda herë me domethënë kjo është qëndrimi im që kam mbajtur në këtë ekspozit. Mendoj se diçka ja kam bërë. Për tablon, Metamorfoza e heshtur, të cilën e kam titulluar me këtë titull, është një punë që më zhdesh një kohë gjatë të krijoj këtë vepër. Sigurisht që kjo ka të bëjë dhe me teknikën, është duke qenë dhe formati i madh në kaps në mbi kanavac, më zhdesh shumë kohë. Po mendoj që kam arritur një vepër që është pasqyrë e dramës shoqërore në cilën e jetojmë. Domethënë, dikush më tha që mund të krahasoj me Guernicën, me shaka kështu, po kjo është një Guernicë shqiptare, mendoj unë, ku shoqëria jonë ndodhet në një
dramë të vërtet që jam mundu me simbolikat ndryshme dhe me figurat ndryshme, duke futur element të ndryshëm, ta pasqyroj dramën në të vepër. Piktori Fatmir Tufina është një artist bashkohor me një prani të theksuar në skenën ndërkombëtare të artit pamor, i njohur për stilin e tij ekspresionist me elemente surrealiste. Puna e piktorit Fatmir Tufina flet për një ndjeshmëri të thellë njerëzore, duke eksploruar gjendjen ekzistenciale, shpirtërore dhe kulturore nëpërmjet ngjyrave të fuqishme dhe simboleve poetike. Veprat e piktorit ndërthurin realen me imagjinaren, duke sfiduar perceptimin tradicional të hapësirës, figurës dhe kohës. Tematikat që përshkojnë në krijimtarinë e piktorit Fatmir Tufina përfshin në kujtesën kolektive, tensionin mes qytetërimit dhe natyrës, si dhe ndikimin e kujtimeve personale në ndërtimin e identitetit vizual. Piktori Fatmir Tufina eksperimenton me teknika të ndryshme si vaj në kanavac, akriliku, rapitografi dhe pastelat, duke krijuar një univers të pasur me teksturë dhe energji të papërmbajtshme. Fatmir Tufina ka ekspozuar në disa prej skenave më prestigjioze ndërkombëtare, përfshirë Londrën, Düsseldorfin, Stambollin, Tiranën, Kipron dhe Italinë. Veprat e tij janë përzgjedhur për ekspozita të rëndësishme si London Art Biennale dhe Tirana Biennale dhe janë vlerësuar me çmime të shumta, përfshirë Art Museum of Cianciano Term Award dhe City of Art Award në vitin 2021. Piktori Fatmir Tufina mbetet një zë i veçantë dhe autentik në artin bashkohor shqiptar dhe ndërkombëtar, me një vepër që sfidon, ngacmon dhe frymëzon.